Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thuaj lam të mirë diabetit vetëm me një përbërës, ja receta që ka lënë mjekët gojë hapur. Kanella është një zgjidhje shumë e mirë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak dhe për të mbajtur nën kontroll diabetin. E ëmbël dhe me aromë, kanella redukton rritjen e glukozës në gjak pas ushqimit. Kështu, konsumimi i 2 gramëve kanellë në ditë mundëson mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe diabetit, si edhe sjell një sër dobish për trupin tuaj. Gjithashtu, kanella redukton tensionin e lartë, ul nivelin e kolesterolit dhe të trigliceridëve në saj të një polifenoli të fuqishëm, i cili ka aftësinë që të stimulojë receptorët e insulinës. Por, vetit e kanellës nuk mbarojnë me kaq, pasi kjo erës përmban kalcium, potas, hekur dhe gjithashtu selen, zink dhe fosfor, vitamina të grupit B, C, A, K dhe E. Gjithashtu ka një efekt ngrohës në organizëm dhe kjo është arsyeja përse këshillohet si një zgjidhje natyrale kundër gripi dhe të ftohtit. Forcon sistemin tuaj imunitar, parandalon gjithashtu plakjen, si edhe lufton baktere si kërpudha, kandida dhe gjithashtu helikobakter. Këshillohet që të përdoret edhe për ata të cilët duan të kthehen në formë, pasi përmirëson tretjen, lufton urinë dhe rregullon ekskretimet e glicemisë. Mund ta përdorni në trajt çaj, në kafe në vend të sheqerit, por njëkohësisht edhe në qumësht. Përdorimi i insulinës dhe medikamenteve duket i paevitueshëm për njerëzit të cilët vuajnë pikërisht nga diabeti. Sipas ekspertëve, me kalimin e kohës, niveli i trigliceridëve dhe i tensionit të gjakut tek personat me diabet rritet të ndjeshëm, duke nxitur kështu përdorimin e një sër medikamenteve të cilat shkaktojnë dëm në organizëm. Të dhënat kanë treguar se një regjim specifik ushqimor, i cili përfshin fruta dhe perime të freskëta, është shumë efikas. Konsumoni fruta ose perime të plota ose të shtrydhura, por në fakt, ekspertët sugjerojnë që ju t'i konsumoni ato të plota, pasi sasia e frutave në lëngje është më e madhe dhe si pasojë edhe sasia e sheqerit. Ju duhet një vullnet i çelikt dhe një përkushtim i fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe të pagatuara, derisa niveli i sheqerit në gjak të ulet. Fal nivelit të ulur të sheqerit në gjak, ju humbisni akoma dhe më shumë në peshë. Regjimi me ushqime të freskëta ushqimore dhe të pagatuara do ta vini re që do t'ju transformojë. Në rreth 4 muaj ju do të arrini të normalizoni tensionin, peshën dhe trigliceridet. Të gjitha këto arritje falë zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ilaçeve. Por kjo nuk do të thotë që ju duhet t'ia anashkaloni këto të fundit. Sipas të dhënave, një nga lëngjet më të rekomanduara është një kombinim fitues për shëndetin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 kivi, një grusht me spinaq, 2 banane, 2 mollë, gjysmë litri ujë. Përgatitja: hidhini që të gjithë përbërësit në një mikser dhe përzjeni së bashku. Shtoni ujin dhe përzjeni sërish. Pini rreth gjysmë litri të lëngut në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë gjithë ditës. Nëse ju ndiheni të uritur, hani fruta, sallata, peshk ton, sepse trupi do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se ju nuk do të ndiheni të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojitet nga gjaku, ku edhe gjenden ushqyesit më të dobishëm. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës.
Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje dhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtet. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre, ndaj këtu ju do të mësoni gjithçka mbi këtë çështje. Karrotat dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamin A, antioksidant, fibra dhe një stër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët gjithashtu thonë se vetëm vitamina B6 ka një rol të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme edhe për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu tepër e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithse kanë shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që ju të mos t'i shtoni sheqer teksa e konsumoni, në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjen nga shtrydhja mundet që të përgatisni një kek. Receta e duhur për diabetin. Të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije totalisht e sigurt, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram moll të kuqe, 200 gram moll jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Përgatitja dhe përdorimi. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe më pas shtrydhini dhe ruajini të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni atë menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabetit do t'ju ndihmojë ju që të aktivizoni edhe sistemin tuaj tretës, të rregulloni presionin tuaj të gjakut dhe njëkohësisht bën të mundur edhe forcimin e shikimit. Mirë, po gjithmonë duhet të keni parasysh që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor produkte të cilat kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, të cilat janë në përputhje me uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!